Ai është përkthyes, moderator, këngëtar, kompozitor, Xhimi Lasri. Si po ndjehesh deri tani? Kujton po ndjehem mirë, nuk e dia, arriti them gjërat, këngët sigurisht mua më frymëzojnë edhe pyetjet e tua, nuk e di. Pastaj ti duhet të më japësh vlerësimin. Jo, unë po kënaqem vërtet. Jam shumë rehat, nuk po e shoh fare këto pyetje që kisha përgatitur sepse biseda po shkon shumë mirë. Ki e Shara Zavuri. Që ti do ta njohësh edhe. Më pëlqen shumë. Po nuk kam arritur të këndoj në këngë të tia. Vetëm dëgjoj kështu, vetëm të dëgjoj ty të këndosh, sepse ti këndon shpesh këngët e ti. Dhe pse ke zgjedhur Ki? Se kam zgjedhur Ki sepse ti çuditesh, është një këngë që unë në live nuk e para e këndoj. Zgjedhjet që bën në live janë zgjedhje tjera, janë më muzikore, nuk janë zgjedhje që bën në bazë tekstesh. Janë në ato në impakt, ose nga sa e një publik, ose në impaktin që ka melodia në një gjuhë që nuk e njohin.